ka faul në Dario Tesnici, për momentin thot Igor Stojčevski, por Nukia ka fituar të topin. Nukia me mjeshtri dhe nis në kundërshtim të shpejt shkëndin e Karaçinës. Zani Nazifi është 1-1 aty, Zani Nazifi futet brenda zonës së Repsis. Nazifi 1-0! Krye vepër, ky kundërsul, ky realizim. Festa e madhe shënon 21 vjeçari nga Cërnilishti i Prilepit. Shkëndia e Karaçinës në këto momente po realizon ndoshta golin më të rëndësishëm në historinë e saj, 49 vjeçare. Një herë tjetër Vildan Kerim drejt zonës së Repsis, pasimi për Petar Petkovskin. Petar Petkovski dhe 19 metrash për ekipin e Pelisterit. Igor Stojčevski pa u ka mendur fare në këto momente. Sinjalizon penalti për ekipin e Pelisterit, e fituar nëpërmjet rezervistit këmbshpejtit Petar Petkovski. Do ta ekzekutoj sipas gjitha xhasave Mirko Ivanovski. Jepet sinjali për momentin nga Igor Stojčevski. Mbron Stolevski në të parën, nuk ja del edhe në të dytën Mirko Ivanovski. Au, çfarë po ndodh për momentin në Kavadar? Emocione të skajshme dhe ndoshta përfundim katastrofal i karrierës së 36 vjeçarit, karrierë bujshme. Një prej sulmeve të fundit për Pelisterin, një prej mbrojtjeve të fundit për ekipin e Shkëndisë së Karaçinës. Topi drejt zonës së Repsis për Spirovskin, ky krosim tash në shtyllën e dytë dhe 1-1 para Zotin Shifrat në minutën e 98 të ndeshjes. Vetëm 30 sekonda para fundit të sfidës. Shënon Petar Petkovski, ringjallet Pelisterin, ndërkohë Shkëndia e Karaçinës në këto momente një rast historik për të kualifikuar në mënyrë direkte në ligën e parë të futbollit në vendin tonë. Sa e pa fat në këto çaste, Shkëndia e Karaçinës edhe një herë gjithçka që ndodhi në këto momente, deri në asisti në fund nga ana e Spirovski dhe goditja me kokë dhe pret Stolevski. Nis ruleti i penaltive në play-off mes Pelisterit dhe Shkëndisë së Karaçinës, afër intervenimit dhe mbrojtjes. Sharkovski me qetësi me mjesht. Edhe Spirovski shënon. Edhe Livareka në mënyrë. Kerim shënon. 3-3 kësaj here. Rushiti edhe ai precis. Mbrojtje Stolevski në tentativë. Shënon Dino me qetësi. Mbron Stolevski, një përra futbolli po realizohet për momentin. Të shohim edhe një herë këtë penalti të fundit, megjithatë këtu duhet ketë përmirësim. Edhe një herë tjetër Kire Ristevski përballë Antonio Stolevski. Kësaj here realizon nuk ja del të realizoj Amir nuk në serinë e 6 nga një penalti. Mbron edhe një herë tjetër. Jepet sinjali nga Igor Stojčevski. Nuk ja del as shok 7 të penaltive. Kësaj here realizon Shkëndinë e Karaçinës. Shënon kësaj here. Stolevski mbron edhe një herë tjetër. Jepet sinjali. Niset Enis Dervishi. Realizon Enis Dervishi. Shkëndia e Karaçinës është në ligën e parë të futbollit të vendin tonë. Për alla prej më të bukurave në historinë e futbollit të Mashtonisë së Veriut. Shkruket sot, shkruket në fund të këtij sezoni në Kavadar, me gjithta futbollist, me trajnerin Berati Meri dhe me gjitha ata që ndihmuan klubin e futbollit Shkëndia e Karaçinës në këto vite të fundit.
pa drejtësia që ndodhi para diku 30 vitesh, kësaj here po përmirësohet skuadra e Shkëndijës së Karaçinës, është në ligën e parë të futbollit në vendin tonë në mënyrë historike. Ekipi Pelisteri do të ktheket të luajë sërish në ligën e dytë të futbollit në vendin tonë pas 3 vitesh, por gjithsesi më e rëndësishmja për momentin është se Shkëndija e Karaçinës edhe një herë tjetër themi